Zoti Abilekaj dhe Zoti Mërtiri, një konkluzion tuajnë ç'ishte kjo? Aruba djetër një, se u tha... Dhe deklarat e gazetarit italian. është forra shumë për Arubën, gazetarit italian... Por dhe këto reagimet që kemi. është një gazetar shumë serios. Nero Troki është gazetar njohur në Itali, ka punuar për Rajnë, Gazetën, ka bërë disa libra, nuk është libri parë që bën ky. Unë s'ka mundur ta gjej të thëmë drejtën, nuk e... Librin. Korinditës patjetër të lexoj, po. Por takimi Arubës është takim i njohur, pra, është jetuar nga prokurorit, nga Interpoli, nga prokurorit belge italiane, Interpoli edhe nga Gjermania me sa dëgjoj. Është një takim i jetuar. Takim i njohur, ne nuk e dim se kush ka qenë dhe kush nuk ka qenë. Ne dim që është folur për kulla, për terrene, për aty ku është Kalvin tani ka qenë një nga diskutimet. Kalvin është kjo këtu te rruga e Elbasanit, e? Aty ku është mali Tiranës, dhe që Berisha e përmendi për të së vërtetës, por megjithëse është akuzuar Berisha si përfitues nga mali Tiranës. Po e përmendi në konferencë shtypit, të themi t'i japim atë që ka të drejtën. Mënyra se si trajtohet pastaj, unë jam dakord me këtë. Mos e hapim, po personazhe interesante dalin. Ai e përmend atë për të larë ai e përmendi që janë ja veshën. Se prandaj pasi kemi thënë që ai është brenda asaj. Po prandaj përmendaj që tregoj që mali Tiranës është rrjedhoja e Arubës, mendoj që është lloj alibie. Për mënyrën se si me kjo orë sot, për shembull, ishte një detaj kot që nuk ka lidhje fare me hetimin, se e përqendron çështjen, nuk e përqendron aty ku duhet. Pra çfarë është çështja e vërtet? Aruba dhe takimet tjera. Këtë orës, kuptoj se unë se kam... Sepse këto akuza skandalistike, këto janë treqin ndoshta publikun dhe Berisha i përmend shpesh duke harruar që kështu kompromenton gjithë pjesën tjetër. Del si ajo që në krevatin e Gjushit u doli një ishtrir, një kriminel, që e kishin ullur kriminelin mbi te me aparate, kështu siç bëjnë tani këto montimet, edhe pastaj hoqi doktorin nga aty. Pa AI, ç'as bën AI tani? Kështu që është inteligjencë artificiale. Inteligjencë artificiale, po jo kjo që kemi lartë. Gjykimi Arubës, i cili u bë, supozohet se u bën Aruba. Për mos ta gish diella dhe kjo më. Se një pjesë aty i domenit, pjesë ishin të kërkuar nga Interpoli. Dhe ata nuk mund të hynin në përvende ku linin gjurmë. Aruba është një vend ku nuk lë gjurmë sepse nuk kërkohet vizë. Nuk kërkohet as hyjet lirshëm. Aty shkon mundoj. Janë holandeze, po, që ai kanë të lira dhe nuk ka. Dhe kjo besoj është arsyeja që është zgjedhur. Një arsye domethënë për liri lëvizje. Po. Dhe nuk kontrollojnë njerëzit që shkojnë aty. Edhe ata duhet domenin. Ja ky është i shpjegim. Po. Një shpjegim. Kështu që takimet si e Arubës çfarë bëjnë? Kanë sjellë të problemi që përmendi Lindita, që është vërtet problemi i vërtet i çështjes. Pra, pastrimi parat nëpërmjet shkatrimit të Shqipërisë, jo vetëm Tiranës. Tirana shkatrohet me ndërtime të larta, me kulla, me gazaqela. Jugu dhe i vendit që kemi parë është betonizuar pa asnjë kriteri, me lagje të pasurish që nuk i sjellin asnjë ndim ekonomisë shqiptare. Dhe gjitha këto... Dhe mbas investimeve dhe leve që janë ndodhur, rezulton që janë persona dhe të tuhuar. Ka pasur disa raste me resorte, pra, në qoftë që takimin e Arubës, nëse do ta kthejmë çfarë po ndodh në këtë vendin tonë. Është dhe dihet kush i ka dhënë lejet. Lejet kemi kryetari i KKRT-s në këtë vend është kryeministri i vendit. Lejet janë publike, një opozite serioze, se sa të merret se po merret me opozitën në kuptimin dhe për të kthyer përgjigje, sepse është vetmi mekanizëm për të shfaqur ose për të dokumentuar aferat dhe përfshirjen e parave të krimit të organizuar në Shqipëri. Libra si ky i gazetarit italian, por edhe takimet të tilla janë vetëm indicje. Dhe që në kryet herës, zotria ka marrë dhe ka thënë, unë po tregoj sa kam parë dhe sa kam dëgjuar nëpërmjet dokumentave. Për qenë serioze këtu nuk është nevoja realisht edhe gjithë kjo zhurmë e madhe këtu në këtë vendin ton, ti mjafton të shohësh kush po ndërto kullat në Shqipëri. Sa para hidhen aty, sa lek kalojnë me clearing, sa denancime dhe nuk kemi ne nevojë, Ylli, të marrim një letër, tani të thuaj nga ose një libër italian që gazetari prego në vet, për të thënë ku si është paraja e krimit organizuar në këtë vend. Dhe mbi të gjitha pastaj dhe për folja dhe gazetarëve të individëve, personat aty në Shqipëri nuk janë asnjëherë të hetuar. Pra,
Dhe nuk kam bërë vizojmë këtu këtë që thotë sigurisht. zonja Çela. Nuk kam pasur kurrë të dënuar. Nuk ky aktiviteti i kryer në botë, në një vend të largët, sigurisht nuk është përgjegjësia e shtetit shqiptar, por i autoriteteve të këtyre vendeve. Megjithatë, përgjegjësia e Shqipërisë është që paratë të mos paqtojnë këtu, të mos paqtojnë këtu. Shkatërrohet Shqipëria në këtë rast, po shkatërrohet vendi. Po ke inflacion ekonomik. Ka një 5-6 vjet që e lexojnë ose më shumë Linda që ka bërë që e lidh këtë gjë ndërtimet me parën e PIS. Si autor. E lidhen raportet ndërkombëtare, më kjo është evidentuara me raporti Dashit vori pikërisht për këtë. Kriminalizimin e ekonomisë. Pastron paratë e krimit. Ke gjysmën e Ksamit që kemi resort turistik, ke krimin organizuar mbrapa. Të njëjtën gjë të personat që janë shqyrtash dhe më e rëndësishme në qoftë se realisht personalisht ky libër, meqenëse që e kam lexuar, ku mua më ka shqetësuar, absolutisht jo për personazhet. Personazhet aty kanë betejat e tyre me drejtsinë, kanë dhe betejat e tyre me personat në të cilën përfshihen mes përplasjeve të tyre. Problemi më i rënd aty në atë takim nuk është përveç ndërtimit të mekullave, është diskutuar ndërtimi se si të përfshihen bankat në futjen e parave në Shqipëri. Dhe problemi kjo është çështja dhe këtu një opozitë e përgjegjshme apo gjithnesi se këtu ne duhet të ngrejmë alarmin, sepse para ka. Dhe ne dim që problemi kryesor i krimit organizuar, apo dhe të personave të përfshirë, sepse në qoftë se aty jemi që ka dhe personazh zyrtar të qeverisë shqiptare, ata janë në të njëjtin hall. Si personazhet që përfitojnë nga trafiku dhe lëndëve narkotike, po ashtu dhe i korruptuari. Dhe dy janë format për të pastruar parat. O do shkosh në ishujt virgjin, që është një mekanizëm që tashmë nuk është më aq for free, ka një kosto të caktuar për të pastruar parat nëpërmjet është rritur vlera, sepse gjithmonë dhe krimi ecën dhe kush është kthyer në parajs fiskale aktualisht për në Shqipëri, fal edhe projektit të Shqipërisë së 2030-s, hajde marrim shohim të analizojmë lejet e ndërtimit që jepen. Kush merren pas këtyre lejeve të ndërtimit? Kjo s'bëhet. Po pra, dhe së dyti po diskutohet aty në atë takim jo leje, po është diskutuar cila bank. Dhe kush ka njerëzit e bankës që përfshihen. Ka dy momente këtu, momenti kriminal dhe momenti politik. Momenti kriminal sigurisht kronika e ka zbarë dhe është një gjë që jo që s'dije, po thjesht na sqaron më mirë figurën e puzzle-it se ka një problem të madh që Rama e mohon mafjen. Rama thotë që këtu s'ka mafje. Që në fakt autoritetet italiane shpeshherë flasin për mafjen shqiptare dhe kjo vërteton që ka mafje shqiptare. Por problemi tjetër që ndron, fal të lutem Linda, ka një inflacion dhe ndoshta këtu. Të thuash Shqipëria, shqiptarët janë në krye të mafjes ndërkombëtare në vendin, absolutisht kjo është një që ka një rol të caktuar, po. Dhe Ramës kjo i thuhet gabim. Ndaj dhe ati ti jepet argumente, po i jepet argumente. Tu hyn rol opozita pastaj që nuk e shtron çështjen si duhet, se ne nuk ose publiku shqiptar nuk i intereson nëse mafja unë është e para apo e dyta. Intereson që sa po e hapë këtë pikë dhe unë e kisha këtë në skapën time, çfarë niveli ka arritur krimi shqiptar në botë, ku janë përqendruar shumë grupe shqiptar dhe a është pak egzageruar portretizimi që i bëhet në mediat ndërkombëtare. Në me thënë, atë se kanë përgjithare që po që se e shqiptarë, edhe futja se shqiptarë janë këta. Mund të themi çfarë duam. Mund t'jetë dhe kështu, por nga një aspekt. Por nga aspekti tjetër është një gjë që neve na intereson që a ekziston kjo dhe a ka kjo suport nga qeveria. Problemi që ndron këtu që kur merresh me orën ti dhe kur merresh me kudiun, me jo çfarë hëngër, çfarë bën, domethënë ajo që bën opozita nuk bën luftën e duhur për ta adresuar çështjen. Ai dramën e kanë marrë peng këta në një ishull e kanë çuar. Pikërisht pra. Tash çfarë bën? Gjëra pastaj që këto gjëra kthejnë kompromitojnë çdo akuzë. Këto gjëra çdo akuzë me falso apo këto gjëra kthejnë në prrall çështjen. Nga një problem shumë serioz kthejnë një prrall dhe njerëzit merren i duket cave ju duket si prrall, cave si bertalet. Dhe mua më duket si kjo bëhet qëllimisht. Kjo bëhet për shmangur vëmendje nga thelbi, për të prodhuar zhurmë tymnaj në parlament në mënyrë që asgjë mos merret vesh dhe këta të vazhdojnë kështu si janë. Sepse në fakt, çështja është ashtu, pse nuk merren këto me kullat? Sepse në fakt, ne kemi raport ndërkombëtar, raporti i Departamentit të Shtetit. Pra, amerikanët thonë që këtu pastrohen para nga mafia italiane, nga ndragheta, nga krimi organizuar, nëpërmjet ndërtimit. Dhe opozita shqiptare në vend që të merret me këtë, merret me Arubën atje çai tha ku i thanë një gjë që as e dim kush ka folur me kë ka folur. Ne nuk merremi këtu që më marr një për një kush janë këta të kullave, sepse këtu dalin bashkëpunim të gjithë.
jo vetëm qeveria, po dalin dhe oligarkët, po dalin dhe njerëz të këtyre me njëri tjetrin. Dhe këta janë gjithë bashkë në të njëjtin vend. Dhe në fund çfarë bëhet? Nuk zbarret asgjë, por prodhohet vetëm tymnaj dhe publiku vetëm rishet dhe krijon secili prallën e vet apo fabulën e vet dhe askush të vërtetën e qartë siç duhet të jetë. Në këtë mes për shkak sot, jo më larg se sot, është fatkeqësi për opozitën, deleron braça dhe denoncon një kull, dhe nuk e denoncon opozita. Kull, pse se denoncon opozita? Sepse është e bashkimulaj, që është tek diga e liçenit. Tani si nuk ka fytyrë opozita, tash që shkon e denoncon njëri nga brenda qeverisë atë kull dhe nuk e denoncon opozita këtu. Që është poshtë liçenit, që është poshtë diga, madje ai thoshte edhe që gjithë zona atje nuk ka infrastrukturën e dur, nuk ka shkolla, nuk ka kopshte, nuk ka kujtën 1001 gjëra. Para dhe prapë edhe me këta akuzat populiste si zoti Braçe që po doni. Ka rëndësi zoti Braçe ka aktivitete, unë s'kam fare, unë nuk fare asnjë lloj vlerësimi për zoti Braçe për më tepër flet kur i shpreh interesi vet se si ka mirë mua. Kjo është çështje, nuk i hy fare. Problemi është në vend që ta bëjë opozita këtë gjë e bën, domethënë kjo është çështja pra. Dhe pse? Dhe 1001 kullat, ne kemi pas zgjedhjet e kaluara, do shohim edhe këtë palë zgjedhje. Nuk denoncuan asnjë kull, nuk denoncuan betonizimin, nuk denoncuan shkatrimin urban, nuk denoncuan asgjë. Pse? Sepse ortak janë me të njëjtët njerëz me të cilët punon, madje kur ka qenë në emision këtu te Ylli, kur është pyetur kush janë këta oligarkës, përmendin emra. Po ti pyesësh ta, kush janë oligarkët, thon, nuk vë gjoba unë. Domethënë ti po denoncosh korrupsionin këtu je gjobaxhi sipas opozitës. Pra opozita i vë dam ka vetes vet. Po është problem. Mos më ka shumë opozitën në këtë rast, paktën në këtë rast. Jo, në këtë rast duhet merret seriozisht me mafia. Po opozita nuk le të merresh me mafia. Opozita po bëri denoncime. Jo, duhet të merret vërtet opozita. Media ka bërë denoncime pafund me emra kullat, me emra oligarkësh. Po pra media, dhe fatkeqësisht media që është oligarkëve i bën kullat veçanta të cilat janë financuara nga krimi. Për ndërtimet veçanta që janë financuara nga krimi, nuk është bërë asnjë tim. Ja se ka bërë opozita, ka bërë media. Pse s'është bërë tim? Jo, nuk është bërë. Dakor, më kush ta bëj? Edhe Rama ta bëj tim. Janë bërë, më fal. Janë bërë denoncime në media, më fal. Janë bërë denoncime. Se ti përmende për dhënje. Për dhënie. Po unë do të them, ja një sekond vetëm, të lutem, më ndjes dhe të kthehemi te ty më njëherë. Se ti përmende Mali Tiranës, po unë duhet të them një gjë tjetër, se po ja them emrin. Aty njerëzit që kanë blerë të gjithë sipërfaqen për të ndërtuar të objekt, cilë sekuestruar tani nga Spagu, janë njerëz prestanome. Njëri është i qartë, i hapur, sepse është buri një dikujt që është biznesmen e më të thash. Tjetër është prestanome i pastër dhe i qartë. I dikujt, se më thoshte edhe një kolegu im, më thoshte mua, kolegu i kërit e vendit më thoshte mua, u shati dhe i thashmë do ta bëjmë. Po në kjo se këta dalin emra prestanomesh, e në tonë, do me thënë Ramani, Amani, Gamani, Samani, Akmani, në kjo se dalin këta emra, falë. Nuk po vë dorën se për asnjëri. Ata, që se ti ke përdorur prestanome. Se ai e përmendi Marin e Tiranës. Se kështu vjen me të gjithë pjesën ndërmuese të ndërtimit në Tiranë, janë politikanë mbrapa. Ai nuk Jo, dakor. Të opozitës janë pakore. Janë shumë pak, në raport me pjesën tjetër. As kam lexuar në investigim për s'ka pasur. Në raport me përpara gazetarët se sa opozitën. Po sigurisht, jo vetëm opozitën, po s'duhet të themi vetëm opozitën këtu. Se pjesa tjetër është shumë shumë ore. Po. Pjesa qeveria i bën më problemi. Jo i bën, po i bën edhe për njerëzit e vetë. Qeveria i bën pjesë. Dhe ata janë pjesa të mos janë prestanome, janë mbrapa prapë politikanë, të qeverisë të gjitha. Pra në këtë plan, çfarë bëjnë ata me ne duam, Erion, më fal. Skaj. Më fal. Ne duam një gjë të thjeshtë. Politika shqiptare, merret me këtë probleme valla, serioze. Dhe jo me hajde tani të shkojmë në ishullin e Arubës, lajemi aty dhe dalim ikë. Po foli opozita do hetoj njëri mu. Opozita, një fjali, ta morëm shumë fjalën, opozita mund të bëjë diçka me që forin parlament sot, të kërkojë krimin e një komisioni hetimor për të çështje, për kullat. Si financohen kullat? Për kullat? Okej, po ata është sigur ta ngrenë për Arubën, mos ta ngrenë për kullat, se do. Arubën do ta ngrenë edhe për Arubën edhe për kullat. Ta ngrenë për kullat.